Përshëndetje për krejt shikuesve dhe mikrofonit. Sonte kam kënaqësinë që me mu është një super këngëtare, super artiste që ne kam nderin që me mu sonte është Angela Peristeri. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, të falenderoj shumë për ftesën. Është një kënaqësi shumë e madhe për mua dhe sinqerisht mezi po prisja që të vija. Faleminderit shumë. A për to e morë ka të drejt? Jo, por zgjimi ishte pak problematik. Po. Angela ti njesh si identifikohet si një grua e fortë, si një femër e fortë me zot fort, ka gjithë kjo energji. Mendoj që dashuria për profesionin tënd, që për mua është dhe pasion, më bën që të jem e fortë edhe të punoj fort mbi të gjitha për karrierën time. Po bravo, se e di që sera dhe ndëgjojmë dhe jena në kontakt gjithmonë në punë, në mbrëmje, aty, në aeroplan, në Evropë, në botë gjithmonë. Duhet ta ul pak ritmin, domethënë çdo vit them që do ul pak ritmin, por përfundoj prapë me të njëjtat ritme. Domethënë, dishta me të pyet për mbrëmjet që ki, domethënë gjithmonë performon live, po? Po. Gjithmonë performancat janë live. Në shumicën e rasteve janë me bendin tim, po në rastet e tjera mund shkoj vetëm unë edhe muzikanti, varet nga vendi. Po. Domethënë, e ki bendin që e ki stabil që e me ta gjithmonë, po? Po. Është një super band, i përshëndes gjithë çunat. Ne i përshëndesem. Po të më këty pak të festivali që ke qenë. Të cili nga gjithë. E di që ke pas shumë përvoja, ka zonë më në përvojë veçantë që ke pas të festivali të ndërtëshëm. Ajo ka qenë përvojë veçantë, jo për thjesht faktin që unë fitova atë vit dhe shkova në Eurovision, që për mua është shumë e rëndësishme, por edhe për faktin që atë vit ka qenë pandemi dhe çdo gjë ka qenë 3 fish më e vështirë se sa herët e tjera. Megjithatë, mbetet një nga eksperiencat më të bukura dhe më të paharruara për mua. A mendon që vlerësohen sakt këngëtarët për që shkojnë në Eurovision të na në Shqipëri? Unë mendoj që edhe Eurovisioni është pak geopolitik si festival, kështu që është pak e vështirë që të shkosh dhe të pretendosh çmimin e parë, po themi. Megjithatë, Shqipëria ka treguar që ka dërguar në Eurovision këngëtar shumë të mirë, ne kemi arritur të jemi dhe të pestat, kemi arritur të jemi dhe në 10-çe dhe mendoj që këtë vit do të renditemi shumë mirë. Po, a? Po. Super. Angela, qa na ke pregadit sonte, qa ke menu kur ta kombo ftesën që ke thonë, okej, që të këngë me kënu, një ndër. Në fillim mendova të këndoj vetëm këngët e mia, dhe po përtoj që nëse këngët e tjera. Megjithatë, kam zgjedhur disa këngë, disa janë të mia, disa janë të tjerëve, ato që unë i preferoj. Sigurisht që siç dihet nga të gjithë, unë preferoj shumë baladat. Kështu që mendoj që edhe me piano kështu a kapela shkojnë, edhe shpresoj që njerëzit i pëlqejnë edhe të dalin bukur. Patjetër. Cilën e kështu mboj thash me fillim, me nis me stash të ka dole. Po, ta nisi me një këngë timen, me që më përfaqëson kënga Ishe mbret. Ishe mbret. Le ta këndojmë edhe këtu në dhezë mikrofonin për gjithë publikun. Faleminderit shumë, okej. Tash kontrollon pak. E këto e bën në mërenë s'ka bëj, ha? Pa. Zemra ime mbushur me kujtime, sonde eci vetëm në përshi. Në shpirt më mbeti djalo vetëm malli, më kati edhe shalli hyti zi. Thuaj se gabova për afaj, të them se faj nuk kam. Nëse është gabim që të besova, sot të them e jotje më nuk jam. E humba pasteje gjithë rinin, e lëndove thelti shpirtin tim. Shko tani tim dhe shgënjim, ishe mbret në gjumë, por jo në zgjim. Ishe mbret në botën time, dashuria ish piktur. Trupi im ishte korniza, mbeti një grafik në mur. Buzët jam venditur, s'ka vëputhje si atër. Sonde shiu që mi lagu, do të më sjell mbretër të tjerë.
di që ti s'e ki problem, mas pak ti ki problem me këndu live, dhe njërë si këngëtore që kënën gjithmonë live. A kanë pos rast nërë kur ke është dash ose janë konë kushe që ashtu ose momenti që ke këndu playback? Në përgjithësi, në vitet e parë të karrierës time, në vitin 2004, 2005, 2006, në përgjithësi gjithë këngëtarët dilin me CD atëherë. CD player. Megjithatë për mua shumë e vështirë të këndoj playback. Po, ka pas raste që më është dashur, ndonjë shesh kur kam pas 1 ose 2 ose 3 këngë, kurse në mbrëmjet e tjera unë sigurisht që dëshiroj dhe imponoj që të këndoj live, sepse kam shumë vështirë të këndoj me playback, jo për faktin që të dukem keq edhe ndaj njerëzve, por dhe për faktin që nuk jam mësuar të hap gojën edhe të rri. Më dhe kam shumë të vështirë këtë gjë. Prova, bërin kështu me band? Patjetër që po. Po, a? Bëjmë prova dhe ndrojmë programin çdo vit. E bën refresh repertoarin, a? Po e bëj refresh sepse dhe unë nxjerr këngë të tjera të reja, por edhe programi, edhe repertori i showbizit ndrohet, kështu që kam qejf që të fus gjëra më të reja, më të bukura dhe më të pëlqyera për njerëzit. Bravo. Ndoshta edhe nga ato të vjetra që janë të bukura filloj zgjedh ndonjë gjë. Super. Angela, edhe ndosma merr pjesë, po? Patjetër që po, dasma të një pjesë shumë kryesore të vitit. Kështu që po, dhe jam shumë e lumtur sepse kam parë që jam goxha e preferuar. Po. Tregom kështu. A ka pas në rast që u konë u bo një kong, një bashkëpunim me dikën, edhe nuk u bo. Para arsye ose... Po, patjetër që ka pasur. Që ka dështu. Që ka dështuar jo, po që nuk kemi rënë dakord për momentin, ndoshta. Okej. Cili ka qenë bashkëpunimi yt më i suksesshëm që ke pas? Më i suksesshëm ka qenë me Mantin dhe Kapital T, kënga Habibi e Erken Cykës, që numëron më shumë klikime nga gjitha këngët e mia në YouTube. Kush e ka bë këngën? Erken Cyka. A Erkenci. Kurse tekstin kam shkruar unë. Po, a? Tekstin e vet Kapitali pastaj. Po, ajo konë shumë këngë e mirë dhe ka pas shumë sukses të madhe. Po, ka qenë një këngë që... A ki naj ritual ose naj lutje, diçka që parë se me dole në skenë që e thu, që e bën? Unë jam me fesë ortodokse, kështu që para se të dalë në skenë, gjithmonë bëj kryqin edhe dalë. Nice. Se ki problem shtu për... Një këngëtor, kam shokë dhe shoqe që kënojnë me vitet tona dhe për rap kur del në skenë e kohat. Atë fobin, atë derisa të kënon kongën e por, ditën kretë, nuk e ki atë problem, a? Jo, nuk e kam, në fakt nuk e kam pasur shumë theksuar asnjëherë këtë gjë. Ndoshta nga që shumë e vogël unë këndoj që 6 vjeçe, kam dalë për skena festivalesh të fëmijëve e tjera dhe me sa duket gjatë viteve më është reduktuar kjo fobia e nuk mund ta konsideroj fobi, po emocioni, po themi. Megjithatë sigurisht që un kam emocione kur dal në skenë, por është një emocion i mirë, jo emocion që më lë që të kem frikë të këndoj. Shumë mirë. Angel, po du më të pyet me që kënon shumë kohë, edhe je këngëtore shumë e mirë, po më vjen një mendim joti për muzikën tash që po bëhet edhe më herët. Mendoj që cilësia e muzikës ka qenë shumë e mirë më herët. Nuk e di, ndoshta ky brezi jonë është mësuar të dëgjojë një muzikë tjetër. Ka qenë më cilësore. Kanë qenë këngët më të pakta në treg në fakt. Nuk dilte çdo javë nga një këngë. Dhe mendoj që kur ka sasi shumë të madhe, sigurisht që dhe cilësia nuk do jetë shumë e mirë. Bëhen dhe gabime. Kështu që edhe unë personalisht kam vendosur që të nxjerr 3-4 këngë në vit maksimumi. Sepse mendoj që kur prodhon 10 edhe 2 do jenë bukura ose 3. E vërtet. Nëse tu kisha afru një kongë ose një bashkëpunim, edhe pse na e kena një bashkëpunim tash shumë të bukur. Po, shumë të mirë. E kum po që gjë më rëndësishme për ty është konga. Po? Bravo. Do më thonë, nëse i shkon një bashkëpunim me një artist shumë të madhe, ose një artiste shumë të madhe, nëse i shkon konga e keqe, a i kështë e bo. E keqe. Nëse në të kështë pëlqy. Mendoj që nëse do kisha bashkëpunim me një artiste shumë të madhe, do mundohesha që kënga të ishte shumë e bukur. Po që ta këshin prezentu kongën dhe konga nuk i shkon shumë e mirë. Do vite shumë keq ta bëja, nuk e di. Nuk e di, besoj që ja. Se e di që kur kemi bisedu për bashkëpunimin që tash që kam në publiku, kur ta këndërgu kongën të ka pëlqy edhe nuk e hezitu edhe ke kënu shumë mirë edhe
e kum vrejt që je tamam profesioniste edhe vlerëson ato që është e mirë dhe Unë në fakt Bini nuk më intereson shumë se me kë këndoj nëse më pëlqen kënga. po sakt. Do me thënë për mua nuk ka rëndësi nëse artisti ka dalë sot, apo ka dalë para 10 vjetësh, apo para 20 vjetësh, apo është shumë i famshëm apo nuk është. Dhe sigurisht që kam qenë dhe do jem gjithmonë në mbështetje të çdo artisti të ri. Po sa i përkrah artistët të ri? Shumë. Shumë. Dua t'i përkrah dhe dua që të kemi një brez të ri artistësh shumë të mirë. E sa të kam përkrah ty në fillim? Zero. Në fakt unë çdo gjë kam arritur me forcat e mia. Kam filluar si Miss në fillim. Kam qenë në Miss Albania 2001. Aty kam kënduar dhe i kam ekzekutuar një performancë me violinë sepse jam violiniste. Po. Më vonë kam qenë në Telebingo me Ardit Gjebren dhe aty mundohesha si të këndoja pak në piano me Shpërtim Saraçin, derisa në një moment bëra albumin tim të parë Angela për ju, që ka qenë pjesë edhe kënga Ishe Mbret. Dhe kam qenë pjesë e Faf Studio atëherë, ka qenë Fatmir Dur, Adrian Hila dhe Fabian Aslani, që kam realizuar albumin e parë. Sigurisht që falenderoj shumë Fatmir Durun, nga që menaxheri im i parë që më mbështeti dhe më futi në rrugën e artit. Pastaj nga përkraja nga artistët e mëdhenj, jo, nuk mund të them që kam pasur një përkraje shumë të madhe. Megjithatë çdo njeri ka karakterin e tij dhe në fundit tregon veten. Po, e vërtet. Plus puna dhe dashnia për muzikën dhe për çdo punë që është, prapë shpërblet edhe kur. Sigurisht që po. Puna e kombinuar me talentin, sepse duhet të jenë të dyja. Patjetër se madje hati më është punu kur s'ke talenti. Po kthehemi prapë te bashkëpunimi që e kena bo me Ardhën e Mirdonin. E zbulove tani dhe emrat. A këshëmujt me kënu një pjesë të kongës? Patjetër që po. Si ekskluzive me Patjetër. Okej. A ke menu që kjo ditë ty ka me t'ardh? A ke menu që ti për mu ke me kajt? Keq ke me pagu sa m'ke lëndu, e tash ta kthen dikush tjetër. Sakt ke me kuptu që s'ke me gzu as një minut ke tjetën. A ke menu që kjo dit ty ka me t'ardh? A ke menu që ti për mu ke me kajt? Nice. E ke bërë të bukur të këngë, a? Faleminderit. Na, jep dhe këngë tjetër ka ishtë bukur. Patjetër, një balot këna me bo bashkë. Një balot kësmet këna me bo bashkë. Ti the edhe vetë që ma shumë rrinë të balotat, a? Po, mendoj që unë i dua më shumë baladat, edhe mendoj që dhe zëri im rri më tepër të baladat. E di që kënën edhe stile tjera, zhondre tjera, gjuhë tjera. Po, të gjitha, në fakt. Ka qysh, a i ke pas për fillimit, këtë dhënë ti, këtë talent, a tani me kohë, ose puna ta ka imponuar? Po, që kur kam qenë e vogël në Kopësht, unë kam pas jep që të këndoj të gjitha llojet e gjuhëve, dhe madje nga që atëherë shumë e vogël, më ka treguar mami, edhe pse edhe vetë më vinë disa reflektime ndërmend, i mësoja këngët në gjuhët e huaja dhe pastaj u fusja fjalë nga mendja ime. Kam pas shumë qef që të këndoj në gjuhë të huaja. Sigurisht që jam edhe shumë e dhënë pas gjuhëve të huaja, më pëlqejnë. Kështu që prandaj flas 4 gjuhë të huaja. Po. Dhe këndoj në këto gjuhë, sigurisht këndoj edhe frëngjisht nuk di, por mundohem që të mësoj mirë shqiptimin dhe A ke pos këngë në gjuhë tjetër, po? unë këndoj në gjuhën greke, siç të gjithë e dinë, sepse një pjesë e mirë e jetës time ka qenë në Greqi, kam kënduar shumë muzikë greke me këngëtarët më në emër të muzikës greke. Edhe sigurisht që këngën greke unë e dua dhe e këndoj gjithmonë. Pastaj anglisht sigurisht që këndoj, italisht, spanjisht, edhe frëngjisht. Domethënë ke bo muzikë me orkestra të greke. Po, kam kënduar me emra shumë të mëdhenj, siç është Andoni Seremos, siç është Paola, Valantis, janë shumë. Qysh me punu me ta, se e di që muzikën e kanë super mirë. Për mua ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe mund të them që ka qenë edhe një lloj shkolle, sepse grekët janë institucioni muzikës live, i kanë institucion buzuqet, janë shumë të mëdha si vende, domethënë ne fundonim në fundjavë dhe kishim gati 2000 veta çdo fundjavë.
efektet skenike janë shumë të mira, muzika, orkestra shumë e mirë, profesionalizmi tyre, domethënë më ka dhënë një pjesë të vetes time që unë tani e shfrytëzoj edhe në Shqipëri, me aq sa kam mundësi, por që më ka bërë shumë mirë dhe mua si artiste vet. Më thonë që kjo është që ti ke ditë me kënu live edhe për që ato ke mujtë me dëpërtu edhe me performu me ta së është shumë problem. Patjetër që po ata punojnë vetëm live, këndojnë vetëm live. Po, vetëm live, no. Edhe këngët i kanë të aranzhume. Të aranzhuara, po edhe aranzhimet e tyre dhe orkestrimet si live. E kanë stilin live, e vërtet. A ke mendu me bo nëj këngë për shembull anglishe që diçka tjetër? Jo, nuk kam menduar, sepse që të bësh një këngë anglisht, do ta bësh që të depërtosh në një treg pak më internacional. Se ky synimin atje. Që të depërtosh në një treg më internacional, do të kesh shumë lek dhe shumë njohje. Kështu që në rregull jetë. Unë nuk kam shumë lek dhe nuk kam shumë njohje. Kështu që mendoj që jam shumë mirë për momentin në Shqipëri edhe në Greqi. Domethënë ndaj midis Shqipërisë dhe Greqisë. Super. Qa kena me knu sonte përveç këto që i këna çka tjetër? Këngë tonë ose jo këngë tonë? Po, në fakt, mua më pëlqen shumë një këngë kohët e fundit. Është një këngë e kompozuar sërish nga Irken Cyka. Okej. Që e kam shumë shok Irkenci, ti e di. Dhe titullohet Malli. Është një këngë e Anduel Kovaçi dhe kënduar në festivalin e radio televizionit shqiptar në fakt. Po. Dhe atje nuk mori çmim, nuk u bë shumë e famshme, por unë kohët e fundit e kam dëgjuar se edhe unë vetë nuk e dija dhe i kam thënë dhe Irkenci si s'ma ka treguar këtë këngë. Edhe më ka pëlqyer shumë në të doja që ta kisha një cover nga Dheze Mikrofonin. More ti me vete copat e kësaj zemre që janë thy, po pres më kthy. Veten e kam humbur nga gjithë çka du, s'mune mos me vujt për sytë e tu. Nata duket e gjatë kur ty nuk të kam pran. Unë çdo ditë po tretem duket prit me ardh. Apo vjen se myti malli, shpirtin e kam në pikë të hallit. Apo vjen, po du me t'pa. Apo vjen, po t'pret dhe ana, i kam fol për sytë e tu. Veç zoti e di sa kam duru. Apo vjen se myti malli, shpirtin e kam në pikë të hallit. Apo vjen, po du me t'pa. Apo vjen, po t'pret dhe ana, i kam fol për sytë e tu. Veç zoti e di sa kam duru. Super, s'ta kallon Irkenci ty që t'kongë. Shumë keq Irkenc. Ke bërë gabim të madh. A ka ndodhë ndonjëherë dikush pi kompozitorëve më ta prezantu një këngë edhe mos me marrë edhe më u bë shumë hit ajo. Ja. Sepse unë i dalloj hitet shumë mirë. Okej, se mund ta ndodh që jo që s'm ka besu, po si ka pëlqyer dhe gjatë mos. Më ka ndodhur me një këngëtar kështu. Jo, ka shumë këngëtarë që nuk kanë gusto në treg, sepse e kam parë që ka shumë këngëtarë që nuk kanë fare gusto. Nuk pretendoj që unë kam ndonjë gusto të laktarshme, por mendoj që një këngë që më pëlqen mua dhe është shumë e bukur për mua, mendoj që do jetë e bukur edhe për njerëzit e tjerë. Sigurisht që kam bërë dhe unë gabime në zgjedhje kur kam dëgjuar të tjerët që më kanë thënë shumë e bukur bëje dhe nuk dëgjoj më askënd tani, vetëm çfarë më pëlqen vetë nxjerr. Po, më thonë si të don këngën, të ndjen edhe mësh me knu me njëherë. Pa. Unë besoj që ashtu. Nëse këngën s'u e knon me njëherë, domethënë s'është për ty. Po unë mendoj që kur e dëgjoj, nëse mua më pëlqen direkt ajo që dëgjoj në fillim, mendoj që kënga do pëlqejë edhe nga njerëzit. Për aftësi për më mësu këngë shpejt e paske, se këngën që të këngëve që sa e knum, nuk është që e ke knu ma herët, a? Jo, e kam mësuar makinë duke ardhur për këtu strofën, sepse kisha dëgjuar vetëm refrenin vërdall. A të ndodhë më ta kërku mësafir një
dorë se ma mro me dikun një kong, sa do mësë me ditë kong kur ti kërkojnë, a din shumë kong? Po, kam një repertor goxha të gjerë, por ka pasur dhe raste që nuk i di. Normal. Në një këngë dhe Qysh gjindesh qatë rast? dhe nuk e kam kënduar, i kam thënë nuk e di, më falë. Qa kënon zakonisht like këtu? Çfarë Të gjitha rrymat muzikore, në përdasma sigurisht veri, jug, Shqipërit mesme, dhe pastaj edhe hitet e muzikës lehtë, ndonjëherë anglisht kur kërkon, italisht, greqisht, varet nga çfarë kërkon klienti. Bravo. A ti kërkojnë kong? Kurse në daljet e mia personale, në klabe dhe lounge, këndoj përgjithsisht këngët e mia, dhe sigurisht edhe një pjesë të repertorit shqiptar. A ndodhë, për shumë, më konë atmosfera shumë e modhe, klab, ose ndosën me më tali kongën, për shumë, ishe mbret, balot. Po, ma kanë kërkuar, shumë shpesh. Dhe kam thënë Nuse, zakonisht Nuse ma ka kërkuar. Është këngë për të prerë damarë, nuk është për këtu. Megjithatë ja u kam bërë shefi, ndonjëherë u kam kënduar në fund. Nice. Me kolegë shyki raportet? I kam shumë mirë, unë jam e dashur dhe e lumtur me gjithë kolegët në përgjithësi, kështu që i kam shumë mirë. Më të thonë me kanë kështë pos qef me bo një kongë, s'pe di, si ti e më t'in treg, që t'ka mitë marako se kështë pos qef me bo. Po më si më konë edhe i ri, më konë edhe këngëtar që është, ose këngëtare në mosh. Dëgjo, unë gjithmonë jam menduar se me kë këngëtare femër ndonjëherë do bëja këngë, sepse nuk isha asnjë këngë me një këngëtare femër, por tani e realizova edhe këtë duet me Eli Malajn, që e përshëndes, dhe mendoj që do jetë një hit shumë i suksesshëm veror. Me Elin e pasin një bashkëpunim të mirë, a? Kemi bashkëpunim shumë të mirë. Bashkëpunimi i parë me femën? Po, i pari. Nice. Kam ndërmend edhe një tjetër femër që ndoshta realizohet të ardhmen, sepse jemi në bisedime. Bravo. A ki plan me bo album ose diçka? Ti në EP? Në fakt, unë kam bërë një EP para disa vitesh, 3 vitesh, 4 nuk e mbaj më të mirë. S'ke bo mo? Dhe nuk kam bërë më. Kam preferuar që ti nxjerr këngët kështu tek e tek, por mendoj që nëse do bëja një EP tjetër, duhet ta mirë mendoja dhe të bëja një gjë të veçantë, jo thjesht një EP që do ta nxjerr në treg edhe të dëgjojnë njerëzit këngët. Duhet pak edhe koncepti më i veçantë, këngët pak një risi, nuk e di, duhet ta mendoj mirë. Nice, super. Po du më të pyet për rrjetet sociale. Sa ndikohesh prej komenteve? Ka raste që nuk ndikohen fare, ka ndonjëherë raste që ne frikosem shumë. Me thënë varen nga mudi im i momentit. Kur i lexon? Në përgjithësi më bezdisin komentet për kilogramët, për që ke vënë bark, s'ke vënë bark, je shtatzan, s'je shtatzan. Këto janë ato komente që më bezdisin më së tepërmi. Hes më se lexo. Jo për veten time, po më vjen natë që ka njerëz të tillë që komentojnë dhe merren do me thënë se nuk e thonë për shembull që je shëndoshur shumë të kohë, dukesh më bukur kur je e dobët, po e thonë ua, çfarë barku paske. Ose mami më ta shumë privat. Jo, në privat nuk parashkruan. Komentat, po dhe ka komente që... Se kur do pësova shumë, më thoshin një shumë e dobët. Fuk të shkon. Tani jam një peshë normale për trupin tim, 75 kg, unë jam 1,77 gjatë. Sigurisht që ndonjëherë barku dhe na fryhet, se njerëz jemi. Shini pa rregull, shumë sana. Megjithatë jam në një trajnim intensiv palestre. Apo? Që se do të bëj një trup shumë të bukur për verë, kam të nevojshme për veten time, jo për njerëzit. Bravo, super. So po gjen kohë për veten, për palestrën që e përmene? Mundohem që ditët e javës në përgjithësi që nuk kam koncerte të shkoj rregullisht në palestër. Më thonë, je disiplinu me qatë pjesë, a? Patjetër, shumë. Se fitnessi dënë shumë disiplinë. Unë nuk e dija që mua do më pëlqen e ka shumë palestra. Më pëlqen shumë këto Që unë s'moj për vete pa ushtu, pa shku në palestër. Po, edhe unë kam gati 3 muaj tani që ushtroj, dhe më është bërë pak si në thonjza si drog, do me thënë, dhe të ngrihem gjese dhe shkoj se s'bën të ushtrojnë. Shumë mirë, kur jenë që të fazën që ki vunat, që aty e ki arritë matë madhe. është edhe me psikik, me logikë. Po, me psikologji, duhet jesh edhe mirë psikologjikisht. Megjithatë palestra të ndihmon edhe për stresin, edhe për ankthin, për çdo lloj gjëje, të rregullojnë gjumin. Do me thënë, unë më shumë e fillova për këtë pjesë, do me thënë, për të rregulluar pak ditën time, për të fjetur pak më herët. Sepse ne artistët e kemi pak të çrregulluar sistemin. Sistemon edhe për konduksion të ndihmon shumë.
Po. Që ti këndon live dhe të vynë Shumë. Për frimarjen, për çdo gjë. Po, normal. Se ti këndon live dhe bje me kënu 1 orë, 2, 3, më thonë, nuk ka mundësi me kënu nëse ti nuk i kondicion. Zakonisht Angela kënon vetë, a? A e ki dikon që... Këndoj vetëm në për koncertet që jam eftuar vetëm, kurse në grupin e dasmave kam të rregull të kolegun tim të mrekullueshëm Aurel Thëllimin, që e përshëndes, dhe sigurisht që bashkëpunoj dhe me kolegë të tjerë në varësi të krahinave që shkojmë për dasëm. Në Kosovë, dasma? Kam pasur dasma shumë të bukura në Kosovë. Jam shumë e kënaqur, më pëlqen shumë publiku kosovar sepse janë shumë të zjarrt. Dhe gjithmonë kënaqem në dasmat e Kosovës, më pëlqen shumë. Atë ka rastis me këndu me këngëtar të tjerë në Kosovë në dasma për e kohë? Patjetër që po. Kështë ka në prit? Shumë mirë. Ke kalu shumë mirë, a? Shumë mirë. Shumë mirë. A ke pos në e këngë për dasma në herë, se di? Po si jo, kam bërë një kolazh me Ylli Demajn. Këngë 3, a? Të re kam bërë me Yllin, po. Ndërsa me... Të shpëtimin do këtë, a? Po. Ndërsa me Burakun kemi risjell disa këngë. Po. Edhe vetë kam kënduar një kolazh dasmash, kam disa, duhet bëj një të ri, e di, ja kam lënë bazdore këtë pjesë, por do ta bëj. Po duhesh masi... Ta bëj me ty, do ma bësh ti. Okej, e bëj. Duhesh masi e je kërkume dhe i kënu në mirë, saktë. Okej, qa po kënojna në diçka tjetër? Tani po kënojna këngën Ata. Okej. Është një duet imi me këngëtarin Sinan Vllazaliu. Një duet shumë i bukur, shumë i parapëlqyer nga njerëzit. Doli fatkeqësisht 1 javë para pandemisë, a 2 javë para pandemisë. Po, edhe, ama, që kum po? Ama, eci shumë mirë. Këshif mirë, shumë, po. Unë sa fillova ta këndoja gjithë qef, pandemia erdhi dhe na... E stopoj pak, a? Na bllokoi. Megjithatë mbetet një nga këngët e mia më të bukura dhe njerëzit ma kërkojnë shumë shpesh. Shumë mirë, Sinoni është këngëtar shumë i mirë dhe i një kohë kombinim shumë i mirë. Okej, e kënoj me kënaqësi. E ktheva dhe një got me lotë mia sot. A ka kush kët bot që s'ka bojt më thot? Për ti ta unë pasa, pse mu nga ty m'ka nda. A ka kush kët bot që ka mujt me dash kaq fort? Pse na odhën hel me gënjeshtra, ata e dinin mirë se të deshta. Ata ma vodhën jetën mu, e jeta ishin sytë e tu. Ata na odhën hel me gënjeshtra, ata e dinin mirë se të deshta. Ata ma morën shpirtin mu, e me na vraj kam leju. Kush e ka shkruar tekstin? Këtë tekst e ka shkruar Fifi. E përshëndes dhe Fifin. Po, Fifi. Kam bashkëpunuar dhe pak unë në refren dhe muzikën Kleti Bejti. Super, Fifi është shumë e mirë. Fifin e kanë punuar shumë me Fifin. Pse interesant. I ko do shpreh Fifin në tekste. Patjetër, Fifi është artiste. Su bën i këngë me Fifin? Po pse jo, e bëj dhe me Fifin. Fifi ka këngë shumë të bukura. Po, edhe vokalisht u përshtatni. E keni një karakter koxo. Po, na shkojmë vokalet bashkë. Edhe shumë besoj që kish dol diçka e mirë. A e njën vetin div, se shquesi diva? Kjo është një pyetje shumë e papritur. A e ndjej veten div? Po ka raste që e ndjej, ka raste që nuk e ndjej. Pse? Pse varet nga psikologjia ime momentit. Ka raste që dal në skenë dhe ndjem diva. Okay. Ka raste që jam shumë e lodhur, ndjem kot fare. Por në shumicën e rasteve e ndjej. Nice. Super. Atë ka ndodh gjatë karrierës që soknon, më taku me një këngëtar, me një artiste, edhe me munduaj më të nënvlerësu ose më të në shmu së pëthëm, se e di që se kështë leju, po ka raste që edhe këtu e kanë thonë që e u taku me dikën edhe u paraqit
sukur se nje, ose sukur s'peshe, ose sukur... Në këtë stil mendon. Po. Se di që ndodhin shumë të na. Përgjithësi edhe në Kosovë, Shqipëri. Jo, nuk më ka ndodhur në fakt që të përballem me një artist dhe të bëj sikur s'më njeh. Të gjithë më janë sjellë shumë mirë. Ndoshta mund të më ketë ndodhur që të marr dikon telefon dhe mos ma ngrer për momentin. Po, ja, më ndodh krejt. Që na ndodh gjithëve, por që normal. kështu ja, nuk më ka ndodhur. Super. Kalzona pak për planet e tua muzikës. Ja, këto dy projekte që përmendëm, duheti me Elin dhe duheti me Mirdonin dhe Ardin. Kam një projekt tjetër ndërmend që nuk mund ta zbuloj për momentin sepse nuk e kam vendosur. Pastaj edhe për dimër kam disa gjëra në mendje, po nuk dua t'i them sepse ndonjëherë nuk realizohen dhe pastaj kemi thënë për intervista, kupton, dhe thonë ja si avari ky kësaj ose ç'a ndodhi. Po, normal. Angela, a ka pas në një moment kur ke dosh më shkput për muzikës komplet? Jo, asnjëherë. Bravo. Kur? Domethënë si të rrezu. Nuk ndodh. Ma edhe më herët. Edhe më herët, jo, nuk ndodh kur. Se tash ti je super mirë, po... Madje unë lodhem shumë dhe them o Zot, duhet të ndaloj pak, të stopoj. Dhe sa kalon një javë që unë nuk ndoj, ose një javë e pak, direkt dua që... Që the për fitness, edhe në po thëmë edhe për muzikë, që kjo është si drogë, që... Ashtu është. Unë e smej për vetë. Unë edhe kur të jashtë vend edhe në pushim, e marrë një piano të vogël. Por, digjo, unë mendoj që artistët e vërtet, edhe ata që ndoshta janë tërhequr pa nga tregu, kanë kreativitetin që i mban, ndoshta krijojnë, ndoshta diçka bëjnë, se nuk ka mundësi që artistit të ri pa kënduar, mos me publik, mos më konë aktiv në rrjetë, ose... Në rrjetë, po. A mu aj kënon, ose bën kongë... Nëse do të më bëje pyetjen për të tërhequr nga rrjetet sociale, do thoya po, e ka menduar. Apo, a? Sepse rrjetet sociale nuk i preferoj shumë, të them drejtën. Do më pëlqente të ktheheshim në vitet 2000, kur ishim me Nokia 3310. Sigurisht që kanë ndihmuar shumë në evolimin në muzikë për të bërë këngët më të njohura më shpejt, artistët njihen më shpejt, nuk lodhen më së tepërmi për të njohur nga njerëzit, ne kemi pas më të vështirë, duhet dilim mirë në televizor, naftonin apo nuk naftonin, emisione, ka qenë tjetër gjë, radio etj. Tani është më thjesht kjo pjesë, por ama pjesa tjetër e rrjeteve sociale, ajo e komentuesve, e videove, e fyerjeve, e sharjeve, e secilit që mund të ketë një mendim, mua më bezdis, them drejtën. Edhe kjo ekspozimi të fasadës, të jetës bukur, këto gjëra më bezdisin shumë. Mendoj që njeriu kur kalon bukur, nuk ka nevojë të reklamojë asgjë. Është u tepru pak. Kështu që unë në rrjetet e mia sociale përgjithsisht postoj muzikën, postoj palestrën, postoj në një gjë që dua të reklamoj. Jo, privatësi nuk e shfaq. Por jo privatësinë, dhe jo sa bukur po kaloj unë, sa të shtrenjtë kam këtë kostumin, ose këtë çantën e re që kam bler. Këto gjëra më bezdisin shumë. Bravo, po më pëlqen që ta morën e thjesht. Po është e vërtet, edhe për të muzika, po do mund të lidhet që më herët, unë po flas për vitin 2005, 6, 7, 8 me labin atë kohë, kena bërë për shembull albumin, edhe na e kena vret kur kena shku me një koncert, çfarë këngë ka ecë albumit. Se s'kena pas matje numra. Po, nuk dinim. Edhe kena kënu për shembull krejt këngë. Edhe kënga bëje zot, e kanë kënu krejt na kena thënë. Që kjo ka bëhet, kujti pas ka ngjoh, që kjo pas ka ecë, që atë kena pas atë matjen. Tash ti e din, për shembull, nëse një këngë nuk ecë shumë mirë, nuk e kënon ti. E din? Unë mendoj që edhe ky është gabim që bëjmë ne. Po, duhet me kënu se dikush i ka pëlqyer dikujt ajo. Patjetër, çdo këngë e jotja duhet të ketë një vend në repertorin tënd. Sakt. Sigurisht që nuk ke mundësi të këndosh gjitha, se unë për shembull kam shumë këngë. Përgjithsisht shumica e tyre janë balada. Unë nuk kam mundësi që të këndoj gjitha sepse s'mund të bëj një koncert vetëm me balada, po mundohem që t'i alternoj. Mund kam pas raste që një këngë që e kam konsideruar jo shumë të klikuar, për shembull 500.000-600.000 klikime. Që është normal. Kur e kam kënduar në shesh në Tiranë, është kënduar masivisht nga të gjithë njerëzit. Dhe jam çuditur dhe kam kuptuar që edhe një këngë me 600.000 klikime, edhe një këngë me 1 milion klikime, mund të jetë dëgjuar në masë, sepse ti nuk ke vetëm YouTube-in, ti ke radio, ke njerëzit që shkarkojnë këngë dhe shpërndajnë. Kështu që nuk duhet t'ja uvarim këtyre këngëve të tjera që nuk klikohen në masë. Plus edhe klikimet tani janë një gjë shumë relative, sepse shumica e njerëzve i blen. Domethënë kur del një këngë direkt shkon 1 milion, 2 milion, 3 milion
i blen, kështu që ka ndodhur me blerje nuk është dhe klikime? kjo në një matës. Dëgjoj, më pëlqen që tani nuk është më blerje, por është një lloj sponsorizimi, një ADS, Bravo. që ti i bën këngës tënde, Çto nuk po din njerëz me po nuk po din me enda, unë kam Me shpjeguar spjegu. edhe disa herë tjera. Pra ti i bën një lloj reklame këngës, që t'ju dal njerëzve një video e jotja dhe ata ta klikojnë dhe ta shohin. Kjo është një shpenzim që ti bën për reklamimin e këngës tënde. Dhe më pëlqen që është kështu, se kur ka qenë si në fillim me ato kompjuteriket, që ti porosisje 1 milion klikime dhe futeshin jo ekzistuese. jo ekzistuese. Kjo është një gjë kot, se kjo është gënjesh veten tënde që ti ose ta bësh për sy tek njerëzve që ja, shife sa klikime ka kënga ime, dhe shumë artistë veprojnë edhe në këtë mënyrë që mos ndihen keq mes kolegëve të tyre. Domethënë kur nxjerrin një këngë, thon ti fusemi çik që mos dukemi keq se do ta shohin që un kam kaq dhe kjo më ul mua si artiste, absolutisht jo. Jo, unë mendoj që konga si të kalon 500.000. Megjithatë, një sponsorizim pse mos ja bëj, secili ka drejt i bëj këngën si sponsorizim, Patjetër. me aq mundësira sa ka. Po se ka rast kur ka qenë një këngë e mirë, edhe ka pas shumë pak views-a, Ja pra si kënga që këndova unë malli, që unë nuk e dija. po që ajo është problemi i marketingut që ai s'ja ka ofru publikut me një Po, atë. dhe marketingu që ju bë edhe nga Big Brother Kosova, edhe nga Big Brother Albania që ka kënduar Jozi, e bëri këtë këngë që të njifet, dhe është një këngë vërtet shumë e bukur. Edhe konga shpërthai, edhe domethënë ajo këngë e mirë pas ka qenë gjithë, po s'ukon Nuk ka qenë e reklamuar që ta dëgjonim ne. vërtet. Domethënë investon marketing kështu gjatë Dëgjoj, investoj me sa ka mundësi, nuk është se investoj në një OBB, Okej. por e sa unë kam mundësi dhe aq sa unë mendoj që meriton marketingu, po, i investoj patjetër që po. Sepse është profesioni im, është karriera ime dhe duhet kujdesem për të. Patjetër. Sa je detajiste kështu në punë, në studio, edhe pse na kena punu, më këtu që është shumë e lehtë, shumë profesionale. Dëgjoj, e kuptova çfarë do të thuash. Unë jam nga ata njerëz që i le çdo njeriu të bëj punën e vet. Okej. Domethënë unë jam këngëtarja, në shumë raste edhe tekstshkruesja, por ti e kompozitori dhe orkestruesi, kështu që ti do bësh punën tënde, unë timen dhe unë nuk do të ndërhyj ty. Sepse nëse unë do isha një orkestruese e mirë, do isha orkestruese jo këngëtare. Dhe këtë që bëj edhe me stilistat, edhe me grimierët, dhe me parukierët, me çdo njeri. Bravo. Më Beson thënë personalizmin e secilit. bën punën e vet. Nëse unë kam zgjedhur që të punoj më të mirët, me më të mirët, atëherë këta më të mirët janë më të mirët dhe din ta bëjnë më së miri punën e tyre. Bravo. Shumë sakt mirë. Çka po kënon edhe diçka? Tani po kënoj nga një këngë shumë të dashur të mamit tim, Okej. që ka pasur dikur dhe zile telefoni. Është kënga Pash dy syt në ball, Wow. e Fatjeta Barbullushit. Po. Është e kënduar nga shumë këngëtarë sigurisht, por pse mos ta bëj dhe unë njërë me zërin tim për që të bëj qefin edhe mamit edhe njerëzve që e kanë qef të kanë. Patjetër. Gëzimet në jetë për mua ishin të ralla, dhe premtimet tua vetëm për ralla. Koha kot kalon, se dhimbja nuk treti, zemra se pranon realiteti. Sa her ti ke dal me tjetrën fshehur, krejt i kam dit, por vetëm kam heshtur. Kam heshtur dhe kam shpresuar se dhe ti një dit do kesh ndryshuar. Pash dy syt në ball, dy syt në ball, a e di sa kam duruar, a mendove val se jam e marr, e unë kam qenë e dashuruar. Pash dy syt në ball, dy syt në ball, qa ke mendu kur më ke trathuar, a mendove val se jam e marr, e unë kam qenë e dashuruar. Me njeriun e gabuar. Nice. Bravo. Shumë mirë. Angela, për fund, qa ki më na thonë për fondsat e tu, për njëse tu që ndjeki?
I falenderoj shumë të gjithë fansat e mi, të gjithë njerëzit që pëlqejnë mua dhe muzikën time. Ju uroj një jetë të bukur, të shëndetshme në radhë parë dhe shumë të lumtur. Të falenderoj shumë ty për ftesën. Ishte një kënaqësi shumë e veçantë, është një intervistë që e kam shijuar tepër. Dhe shpresoj që dhe bashkëpunimi ynë të vazhdoj. Faleminderit. Edhe nuk kënaqa, dhe kaluar shumë mirë dhe për mua ka qenë shumë kënaqësi. Se njihem me shumë vite edhe për mua është nder me përcjell edhe me post në emisioni këngëtarës si ti. Faleminderit. Se zakonisht i ftoj gjithë ata dhe ato që këngëtojnë live dhe që din me interpretu se me të vërtet këna këngëtare shumë të mira. E vërtet, shumë e vërtet. Dhe qëllimi i emisionit em është kjo, që me nxjerr në pa këngëtarë sa ma shumë. Edhe mi dhëmë përparësi vokalit, se ka shumë raste kur me band ose në këngë të edhin që nuk mund këngëtari me të regu shumë vetin. Po këtu me piano, me një verzion pak ma të butë, në më thonë, veç mëna me di se kush mund dhe kush nuk mund dhe në këndulaj. Artistet që ke ftuar ti dhe artistet janë të gjithë këngëtarë shumë të mirë, se unë i kam ndjekur, kështu që të përgëzoj shumë për këtë iniciativë dhe për këtë emision nga ishtë bukur. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën e marrë. Faleminderit. Faleminderit shumë, kaq të për sonte. Falenderojmë edhe një herë Angjelën. Shihemi një javën tjetër me artistën e radhës. Faleminderit shumë.